Drejtorët e Bashkisë së Tiranës, të cilët akuzohen se kanë përfituar para publike nga tenderat nëpërmjet kompanisë 5D, do të gjykohen me procedurë të zakonshme. Treshja e gjyqtarëve të posaçëm nuk pranuan kërkesën e tyre për gjykim të shkurtuar. Në këtë mënyrë, gjykata refuzoi kërkesën e bërë prej mollës Qatos dhe Tushes nga paraburgimi, duke mos pranuar mundësinë që t'u falet 1/3 e dënimit nëse gjenden fajtor. Nga faktet e mbledhura dhe provat e administruara, gjykata nuk u plotësoi dëshirën për shkak edhe të kushteve ligjore. Tashmë procesi ndaj tyre do të marrë kohë pasi në gjykatë do të paraqiten prova shkresore apo dëshmitar për të provuar korrupsionin, pastrimin e parave, shpërdorimin e detyrës, si dhe shkelje të barazisë në tendera. SPAK thotë se Redi Molla dhe Maringlen Qato akuzohen si pronar faktik të 5D Construction, e regjistruar në emër të Nestor Muhametllarit. Në të dy institucionet, subjekti ka përfituar 12 tendera duke u favorizuar në shumën prej 192.700.000 lekë. Parat lëviznin përmes faturave fiktive, duke ju dhënë në dorë pronarëve real, sipas SPAK-ut, por edhe për funksionimin e shoqërisë. Madje përmes tyre Molla e Qato krijuan pasuri të tjera. Në sekuestro u vu kompania 5D dhe pasuritë e Redi Mollës dhe Maringlen Qatos, së bashku me familjarët, në vlerën 107 milion lekë. Gjithashtu në administrim të shtetit kanë kaluar kuotat në aksione që ata kishin në dy kompani, Restur dhe Mediterranean Investment Group. Po ashtu, SPAK dyshon se pronar të vërtetë të kompanisë 5D nuk janë vetëm Molla e Qato, por ka dhe persona të tjerë, apo edhe që janë përdorur e kanë marrë përfitime në këtë subjekt. Duke qenë se dosja është voluminoze dhe e ndarë me fraksione ku po hetohen dhe zyrtarë të tjerë të bashkisë, prokurorit Klodian Braho i është ardhur në ndihmë edhe Anita Jella.